Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, tha se kushtetuta e Kosovës mundson që secila parti e cila dëshmon para presidentes Vjosa Osmani se mund ta bëjë shumicën në kuvend, të mund të formojë qeverinë e re të Kosovës. Pas regjistrimit si deputet në legjislaturën e 9, Abdixhiku pyet nga gazetarët nëse LDK-ja që e ka dalë e treta në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit dhe ka fituar 20 ulse në kuvend, e ka parafruar qëndrimin me partitë e tjera për formimin e institucioneve të reja. Ai tha se nuk jemi në atë fazë, duke shtuar se LDK-ja nuk e ka ndryshuar qëndrimin e saj sa i përket formimit të qeverisë së Kosovës. A jeni të gatshëm 15 prill me votu kryeparlamentar që më konstituu kuvendi, edhe duke qenë se keni refuzuar ftesën e vetëvendosjes, a ka qëndrim të parafrim të qëndrimeve me partitë opozitare, jeni të gatshëm me him qeveri me ta? Para punës urime, deputet Lidhjes Demokratike të Kosovës për regjistrimin procedural, disa në mandatin e 7, disa në të 6, disa në të parin, është pasuri e madhe politike. Sa për këtë pyetjes dytë, një kryetari i kuvendit që si ka 61 vota për veti, s'do të jetë kryetari i kuvendit radhë parë fare. Pra minimalisht duhet i ketë 61 vota me pas shihim për çështje të tjera. Qëndrimet e LDK-s besoj i keni mësuar tashmë, janë të njëjta si para fushatës, gjatë fushatës dhe pas fushatës. Nuk besoj që keni diçka të paqartë këtë rrite. Po a ka parafrim me partitë e tjera të këtyre qëndrimeve? Nuk jemi në atë fazë, proceduralisht e dini që me 15 prill bëhet betimi, më pas bëhet propozimi i kryetarit të kuvendit, konstituohet kuvendi pas zgjedhjes së kryetarit të kryesisë së kuvendit, e njohim të drejtën e plotë të partisë së parë në këtë zgjedhje që të provojë të bëjë shumicën, në qoftë se nuk e bën pas 15 ditëve. Kushtetuta e Kosovës është shumë e qartë, jep drejt secilës parti që dëshmon para presidentes se mund të bëjë shumicën ta bëjë një gjë të tillë. Nuk kemi rrinë në atë pikë, do të jem pas transparent edhe konsistent para jush edhe për këtë çështje kur të rrim aty. Ditë më parë, kreu i LDK-s refuzoi një ftesë për konsultime për institucionet e reja nga kreu i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. LDK-ja dhe më herët e ka refuzuar një bashkëpunim të mundshëm me vetëvendosjen dhe ka vendosur si kusht marrjen e postit të kryeministrit në rast të arritjes së një koalicioni me partitë e tjera shqiptare që legjislacionin e kaluar ishin në opozit. Kreu i LDK-s u pyet nëse partia e tij do të votojë për kryetarin e kuvendit, i cili duhet të propozohet nga vetëvendosja e Kurtit, por Abdixhiku tha se cili do person që nuk i ka 61 vota për të zgjedhur kryetar, nuk duhet të bëhet kryetari i kuvendit të Kosovës. Vetëm pas konstituimit të kuvendit, presidenti i Kosovës duhet të mandatojë LVV-n si fituese të zgjedhjeve për të formuar qeverinë, për të cilën nevojiten 61 vota. LVV-ja që ka fituar 48 ulse në kuvendin e Kosovës e ka pranuar se nuk mund ta formojë qeverinë e re të Kosovës pa bashkëpunim me një nga partitë shqiptare të përfaqësuara në kuvend. Partia e Kurtit nuk i ka të sigurta as 10 votat nga komunitetet jo serbe, që tradicionalisht e kanë mbështetur koalicionin qeverisës, ndonse shumica nga këto parti kanë thënë se do ta votonin një ekzekutiv të udhëhequr nga Kurti. Ndërkaq nga 10 vendet e tjera të rezervuara për komunitetin serb, 9 janë fituar nga lista serbe dhe një nga partia e ministrit në detyrë për komunitete dhe kthim, Nenad Rashiq. Kreu i PDK-s Memli Krasniqi tha më herët gjatë 11 prillit se partia e tij pret që ta marrë të drejtën për ta nominuar kandidatin e saj për formimin e qeverisë, nëse Kurti dështon ta bëjë atë.